Stabiliteti nuk është luks politik. Stabiliteti është mburoja e shtetit. Tash e vetë, Kosova ka mbetë në jo stabilitet institucional. Dhe kjo është shumë më shumë se sa çështja e politikës ditore. Kur shteti ngecë, qeveria është në vakum dhe nuk ka parlament, sistemi i sigurisë fillon të tënohet, sepse siguria nuk mund të ecë në autopilot. Aktore amesor, qoftë politik, ekonomik, apo edhe geopolitik, e nuhat dobësinë e shtetit. Në rastin tonë, e nuhat dobësinë e institucioneve të shtetit Kosovës. Kur Kosova është e bllokuar nga brenda, presionin nga jashtë vetëm sa rritet. Pa institucionet konsoliduara, shteti nuk planifikon dot, mbrojtja nuk koordinon dot. Veju mbetet edhe matutje shumë i brysht dhe vendimarrja strategjike thjesht nuk ndodh. Kur politika bllokohet për brenda, rreziku vjen jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda. Tensionet në veri mund të shfrytëzohen fare më lehtë. Infrastruktura kritike mbetet e cenueshme dhe rasti i fundit në kanalin Iberlipens e tregon pikërisht këtë. Ekonomia bie, investimet largohen, buxheti për sigurinë vetëm ngursohet. Jo stabiliteti politik nuk është problemi i elitave, nuk është problemi i këtyre politikanëve që mendojnë se gjithçka sillet rreth tyre dhe shtetin mund ta bëjnë peng për interesat e tyre këtë ngushta. Është problem i yti, është problem i rrugës në lagjën tënde, është problem i ekonomisë familjare tënde, është problem i xhepit tënd. Sepse kur institucionet dobësohen, shteti dobësohet. Kur dobësohet shteti, rreziku i prek të gjithë, të prek edhe ty. Prandaj Kosova e ka të domosdoshme kthimin sa më të shpejt në rrugë institucionale dhe stabilitet institucional. Stabiliteti nuk është luks politik. Stabiliteti është mburoja e shtetit. Dhe kur mburoja çohet, nuk është më rëndësi kush është pushtet. Është më rëndësishme kush është ai që e mbrojt shtetin.